Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Qyteti i Gurit vijon të tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Prestigjozja Gulf News ka përfshirë Gjirokastra në listën e 10 destinacioneve më spektakolare dhe të pazakonta në botë për të vizituar këtë verë. Sipas medias, në këtë përzgjedhje Gjirokastra spikat si një nga perlat e fshehura të Europës. Në gjimnazin gjuhësor Pandeli Sotyri janë shënuar edhe regjistrimet e para për klasat e para dhe të 10-ta për vitin mësimor 2026-2027. Pavarësisht se ky proces mund të kryhet në mënyrë pavarur online, për t'ju ardhur në ndihmë prindërve, ky shërbim ofrohet edhe në ambientet e shkollës. Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë të rinj nga Azia për të jetuar dhe punuar. Një prej tyre është 22 vjeçari Çitlin nga Majnamari, i cili prej një viti punon në Saranda. I thotë se pas eksperiencës në Dubai, në Shqipëri ka gjetur kushte më të mira pune, pak më të lartë dhe një mikpritje që e ka bërë të ndihet si në shtëpi. Sfida e vetme mbetet mësimi i gjuhës shqipe. Trashëgimia kulturore dhe folklori bashkuan artistë nga Shqipëria dhe Greqia në Dervician, ku u zhvillua edicioni 3 i festivalit Më ço në fshatin tënd. Rreth 300 këngëtar, valltar dhe instrumentistë sollën në skenë traditat, vallet dhe këngët popullore të zonave të ndryshme, duke e kthyer sheshin qendror në një festë të kulturës dhe identitetit që promovon vlerat e dropullit dhe të trashëgimisë sonë shpirtërore. Ju njohim tani më gjerësisht. Qyteti i Gurit vijon të tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Prestigjozja Gulf News ka përfshirë Gjirokastrën në listën e 10 destinacioneve më spektakolare dhe të pazakonta në botë për të vizituar këtë verë. Sipas medias, në këtë përzgjedhje Gjirokastra spikat si një nga perlat e fshehura të Europës. Gjirokastra vazhdon të forcojë imazhin e saj në arenën ndërkombëtare të turizmit. Qyteti historik është renditur nga media prestigjioze Gulf News mes 10 destinacioneve më spektakolare dhe të pazakonta në botë për të vizituar këtë verë, duke vendosur Shqipërinë në hartën e destinacioneve që po tërheqin gjithnjë dhe më shumë turistë nga e gjithë bota. Sipas saj, tendenca e këtij sezoni është që udhëtarët të zgjedhin vende më pak të njohura, larg turizmit masiv, ku mund të përjetojnë natyrë të paprekur, kulturë autentike dhe tradita të ruajtura ndër shekuj. Në këtë përzgjedhje, Gjirokastra cilësohet si një nga perlat e fshehura të Europës. Qyteti, pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO, vlerësohet për arkitekturën e tij karakteristike, me shtëpitë prej guri, rrugicat me kaldrëm, kalan madhështore dhe ngrihet mbi qytet. Pazarin karakteristik, punimet artizanale, kalan madhështore që ngrihet mbi qytet. Pazarin karakteristik, punimet artizanale dhe gatimet tradicionale që u ofrojnë vizitorëve një përvojë të veçantë. Media thekson se Shqipëria mbetet një destinacion që ofron një kombinim të shkëlqyer mes kostove të përballueshme dhe përvojave autentike, duke e bërë atë një zgjedhje gjithnjë dhe më të preferuar për turistët ndërkombëtar. Vizita në Gjirokastër, sipas artikullit, mund të kombinohet lehtësisht me një udhëtim drejt rivjerës shqiptare, ku historia dhe kultura ndërthuren me plazhe dhe ujërat e kristalta. Ky vlerësim i shtohet promovimit të vazhdueshëm që Shqipëria po merr nga mediat ndërkombëtare, duke konfirmuar se vendi ynë dhe veçanërisht Gjirokastra po shndërrohen në destinacione të rëndësishme për turistët që kërkojnë eksperjenca unike, histori, kulturë dhe natyrë. Asetet historike të Gjirokastrës vijojnë të zënë një vend të rëndësishëm në agjendën turistike të vizitorëve vendas dhe të huaj. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Flamur Golemi, ka shpërndar një video nga Muzeu i Luftës së Ftohtë, duke vënë duke interesin në rritje që po zgjon ky atraksion historik. Çdo ditë qindra turistë vizitojnë ish vend strehimi në Toksor, i cili dikur ishte simboli i izolimit të vendit, ndërsa sot është shndërruar në një muze që rrëfen një kapitull të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë. Vizitorët kanë mundësinë të njihen nga afër me historinë e periudhës së luftës së ftohtë përmes një përvoje autentike që plotëson ofertën kulturore të qytetit. Së bashku me kalan, pazarin karakteristik dhe shtëpitë monumentale, Muzeu i Luftës së Ftohtë është bërë një nga ndalesat më të preferuara në itinerarin e turistëve që zgjedhin të vizitojnë Gjirokastrën, duke dëshmuar se trashëgimia historike dhe kulturore mbetet një nga arsyet kryesore që e bën qytetin muze një destinacion të veçantë gjatë sezonit turistik. Muzeu i Luftës së Ftohtë mbetet një nga muzeumet më të vizituara të qytetit të Gurt. Vetëm gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026 ka pritur 6293 vizitorë.
Vizitorët e Parkut Kombëtar të Butrintit kanë mundësinë të shohin nga afër disa prej mozaikëve më të veçantë të qytetit antik. Të hapur vetëm për një periudhë të kufizuar, ata do të qëndrojnë të ekspozuar deri në javën e parë të gushtit, përpara se të rimbulohen sërish në kuadër të procesit të konservimit. Parku Kombëtar i Butrintit u ofron vizitorëve një mundësi të rrallë për të admiruar nga afër disa prej mozaikëve më të rëndësishëm të qytetit antik. Të ekspozuar vetëm gjatë kësaj periudhe, ata do të qëndrojnë të hapur deri në javën e parë të muajit gusht. Hapja e përkohshme e mozaikëve është pjesë e një procesi të kontrolluar konservimi që synon ruajtjen afatgjatë të kësaj pasurie të çmuar kulturore. Specialistët kryejnë inspektimin, dokumentimin, pastrimin, ndërhyrjet e mirëmbajtjes dhe monitorimin e vazhdueshëm të gjendjes së tyre. Pas përfundimit të këtij procesi, mozaikët do të rimbulohen sërish. Kjo është një praktikë standarde në konservimin e mozaikëve antik, e cila i mbron nga lagështia, ndryshimet klimatike dhe faktorët e tjerë që mund të shkaktojnë dëmtime. Rihapja e tyre vendoset nga specialistët në bazë të gjendjes së konservimit, nevojave për kërkim shkencor dhe programit të menaxhimit të Parkut Kombëtar të Butrintit. I gjithë procesi realizohet nga specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim me administratën e Parkut të Butrintit, duke përdorur teknika bashkëkohore dokumentimi dhe konservimi. Gjatë periudhës së ekspozimit, mozaikët monitorojnë vazhdimisht për të garantuar mbrojtjen e tyre. Kjo periudhë përbën një mundësi të veçantë për turistët shqiptar dhe të huaj që të njihen nga afër me një prej thesarëve më të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore shqiptare. Rritja e numrit të turistëve në Parkun Kombëtar të Butrintit po reflektohet edhe në punën e artizanëve. Ata thonë se këtë verë interesi për produkte tradicionale është më i lartë se një vit më parë. Punimet përgatiten gjatë muajve të dimrit dhe ekspozohen në sezonin veror, duke u ofruar vizitorëve një pjesë të traditës dhe kulturës shqiptare. Artizanat që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Parkun Kombëtar të Butrintit raportojnë një sezon turistik më të mirë krahasuar me vitet e mëparshme. Sipas tyre, numri turistëve ka shënuar rritje duke sjellë më shumë interes edhe për punimet artizanale që ata ofrojnë. Sezon është më i lartë se vjet, kanë interes vinë, po lavdi zotit më si numër domethënë janë më të lartë se vjet. Më shumë marrin të parkut, të muzeut, marrin dhe mitet patriotiket, edhe që i bim vetë të gjitha këto. Mirë bëll, ja fort keq. Jo si vitet e tjera, kanë interes. Që të mos i shet vetëm me punimet e mozaikut, i shesin punimet. Që të gjitha këto si rrullën me dorë, mi bazën e këtij. Janë 72 copë pjesë mozaikut se rrethojnë mozaikun. Ata tregojnë se përgatitjet për sezonin nisin që në muajt e dimrit, ku punojnë për realizimin e produkteve të ndryshme tradicionale. To punime ekspozohen dhe shiten gjatë verës, kur fluksi vizitorëve është më i lartë. Patjetër, të gjithë tu domethënë punojmë në dimër, edhe i tregtojmë verë. Domethënë të parkut, dhe këto mite domethënë edhe krimtarit e mia. Bashkë i përgatisim dimën. Në shumë, masanej, mbos turistave si me kërkesa, i rregullojmë. Çfarë punimesh keni ju këtu? Ma shumë më pjesë mozaikut kam. 72 copë pjesë mozaikut. Si ka mozaiku, nga këto punimet që të gjitha. Përveç Nën Terezën, Skënderbejën, që është të gjithëve. Mbretëresha Butrintit, Deja, Kujt, Deja, është e Butrintit, to rregullojmë. Artizanati mbetet një element i rëndësishëm i përvojës turistike në Butrint, duke ofruar vizitorëve mundësi të njohin më nga afër kulturën dhe traditat vendase. Rritja e interesit për këto produkte shihet si një tregues pozitiv për zhvillimin e turizmit në zonë. Në gjimnazin gjuhësor Pandeli Sotiri janë shënuar edhe regjistrimet e para për klasat e para dhe të 10 për vitin mësimor 2026-2027. Pavarësisht se ky proces mund të kryhet në mënyrë të pavarur online për t'ju ardhur në ndihmë prindërve, ky shërbim ofrohet edhe në ambientet e shkollës. Prej datës 6 korrik, në institucionet e arsimit para universitar në vend kanë nisur regjistrimet për vitin e ardhshëm mësimor, të cilat kryhen përmes platformës Albania. Edhe pse është një proces që kryhet online, Gjimnazi Pandeli Sotiri në Gjirokastër ofron asistencë për prindrit duke i mirëpritur në orët e paradites në ambientet e shkollës. Është hapur faza e regjistrimeve online për klasën e parë dhe klasën e 10.
6 korik me 31 korik. Mësuesit kujdestar, mësuesit lëndor janë të gjithë të interesuar që të informojnë dhe të udhëzojnë si duhet prindrit për hapjen ose çeljen, të themi saktë, fazës regjistrimeve, që të gjithë nxënësit të kenë mundësinë që të regjistrohen në kohë reale. Gjatë kësaj periudhe, shkolla jep udhëzimet e duhura për sa i përket regjistrimeve online. Jo të gjithë prindrit mund të kenë mundësi të regjistrojnë fëmijët e tyre, dhe që nga ky moment shkolla është e hapur 8:30 me 12:30 për të ndihmuar të gjithë prindrit dhe familjarët për regjistrimin online të nxënësve në klasën e parë edhe në klasën e 10. Për regjistrimin e nxënësve, të gjithë familjarët janë informuar që të kenë dokumentat përkatëse, kartën e identitetit të njërit prind, po ashtu dhe kodin e e-Albanias për të bërë të mundur regjistrimin online. Gjimnazi gjuhësor Pandeli Sotyri në Gjirokastër funksionon si shkollë e bashkuar, duke u frekuentuar që prej klasës së pare deri në të 12-ën, duke ofruar 2 degë, gjuhë greke dhe gjuhë të huaja. Shkolla Pandeli Sotyri funksionon si shkollë e bashkuar, ku mësimet zhvillohen nga klasa e parë deri në klasën e 12 në degën greqisht dhe 3 klasat e gjuhëve të huaja, ku jepet prioritet lëndëve shoqërore, zhvillohen gjuhë të huaja të para anglisht dhe gjermanisht dhe gjuhë huaja e dytë frëngjisht dhe italisht. Për sa i përket degës greqisht, nxënësit e klasës së 9 aktual të vitit shkollor 2025-2026, të gjithë do të frekuentojnë shkollën Pandeli Sotyri në klasën e 10, pasi mësimi në ciklin AML, do të themi arsimi mesëm i lartë, realizohet në gjuhën greke dhe funksionon si gjimnazi përgjithshëm. Ndërsa 3 klasat e gjimnazit gjuhësor, ose më saktë klasa e 10 e gjimnazit gjuhësor, do të realizojë si gjuhë të parë gjermanisht dhe anglisht, si gjuhë të dytë do të zhvilloj gjuhën frënge dhe gjuhën italiane dhe do të jepet më tepër prioritet lëndëve shoqërore se sa lëndëve shkencore. Është e rëndësishme që nxënësit e klasës së 10 të ndjekin shkollën Pandeli Sotyri për arsyen se kjo shkollë të jep mundësinë e arsimimit të përgjithshëm dhe mundësinë e arsimimit dhe të mësimit të gjuhëve të huaja. Duke marrë ritme të shpejta në zhvillimin e turizmit, do të ketë nevojë për nxënës të aftë, të cilët do të komunikojnë lirshëm në gjuhë të huaja, në frëngjisht, në anglisht, në gjermanisht dhe në italisht. Vitin e kaluar shkollor, Gjimnazi gjuhësor Pandeli Sotyri u frekuentua nga 170 nxënës në të dyja ciklet dhe të dyja degët. Me rritjen e temperaturave dhe nisjen e sezonit të pushimeve, mjekët dermatolog apelojnë për kujdes të shtuar ndaj ekspozimit në diell, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së lëkurës gjatë frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Monika Fida, mjeke dermatologe, këshillon që plazhet e pishinat të frekuentohen në orët e para të mëngjesit, kur rrezatimi ultraviolet është edhe më i ulët. Ditët e nxehta të verës na shtyjnë të kalojnë më shumë kohë në diell, por mjekët dermatolog kujtojnë se rrezet e forta mund të dëmtojnë lëkurën nëse nuk mbrohemi siç duhet. Profesor Dr. Monika Fida këshillon qytetarët të tregojnë kujdes, sidomos gjatë orëve kur dielli është më i fortë. Sipas saj, duhet të shmanget qëndrimi në diell nga ora 11:00 deri në orën 16:00. Në këtë periudhë rrezatimi është më i lartë dhe mund të shkaktojë djegje, plakje të parakohshme të lëkurës, por edhe probleme më serioze me kalimin e kohës. Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera
në farmaci me faktor të lartë mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër, rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të çelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur flok bjond dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarëve, është një gabim shumë i madh, që do thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj të frekuentojmë plazhet e peshqinat. Dermatologja këshillon gjithashtu që çdo ndryshim i pazakon në nishane apo në lëkurë të mos neglizhohet, por të kontrollohet nga mjeku specialist. Specialistët kujtojnë se disa masa të thjeshta mbrojtëse mund të bëjnë një ndryshim të madh, duke na ndihmuar të shijojmë verën pa rrezikuar shëndetin e lëkurës. Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë të rinj nga Azia për të jetuar dhe punuar. Një prej tyre është dhe 22 vjeçari Qitlin nga Majnamari, i cili prej një viti punon në Sarand. Ai thotë se pas eksperiencës në Dubai, në Shqipëri ka gjetur kushte shumë më të mira, pune pagë më të lartë dhe një mikpritje që ka bërë të ndihet si në shtëpi. Sfida e vetme mbetet mësimi i gjuhës shqipe. Gjithnjë më shumë të rinj nga vendet e Azisë po zgjedhin Shqipërinë si një destinacion për të punuar dhe jetuar, si dhe për të krijuar eksperjenca të reja. Një prej tyre është edhe Qitlin Maung, 22 vjeçari nga Myanmari i Azisë Juglindore, i cili prej gati një viti jeton dhe punon në Sarand. Qitlin Maung ka ardhur në Shqipëri përmes një agjencie pune, pas eksperiencës që kishte në Dubai. Ai tregon se zgjodhi Sarandën për shkak të mundësive më të mira të punës dhe kushteve më të përshtatshme. Aktualisht punon si banakier dhe shprehet i kënaqur me ambienti ku jeton dhe punon. Unë jam nga Myanmari dhe punoj këtu në Sarand prej një viti. Më parë kam qenë në Dubai. Atje dëgjova për Shqipërinë. Në Sarand erdha përmes një agjencie. Ky vend është shumë i bukur. Puna ime është e mirë dhe në vendin tim të punës mund të tregoj profesionalizmin tim. Gjithashtu mund të përmirësoj aftësitë mia profesionale. I riu nga Myanmari tregon se njerëzit në Sarandë kanë pritur mirë që në ditët e para dhe se ka krijuar marrëdhënie të mira me kolegët dhe banorët. Sipas tij, një nga sfidat më të mëdha mbetet gjuha shqipe, pasi komunikimi i përditshëm është ende i vështirë, por ai përpiqet të mësojë dhe të përshtatet. Tani punoj në banak. Njerëzit këtu janë shumë të mirë. Kur erdha këtu për herë të parë, ata ishin shumë miqësor dhe të sjellshëm. Edhe në vendin tim të punës kam takuar shumë njerëz, dhe të gjithë janë njerëz të mirë. Sa për kushtet e punës, këtu është pak më ndryshe. Për mua është më mirë, për sa i përket pagës dhe vendit ku jetoj. Pra është një vend i bukur dhe njerëzit janë shumë të dashur. Vështirësia më e madhe është gjuha, sepse këtu shumica e njerëzve nuk flasin anglisht. Në Tiranë dhe në Sarandë rreth gjysma e njerëzve mund të flasin anglisht, por për mua gjuha është pjesa më e vështirë. Po mundohem të mësoj shqip. Qitlin Maung thotë se dëshiron të vazhdojë të punojë dhe në vitet e ardhshme në Shqipëri, duke përmirësuar aftësitë profesionale. Ai nuk përjashton mundësinë që në të ardhmen të qëndrojë më gjatë në vendin tonë, pasi e vlerëson Shqipërinë si një vend të bukur me njerëz mikpritës. Kur isha në Dubai, paga ishte më e ulët, ndërsa këtu marr një pagë më të lartë. Edhe kushtet e punës më ndihmojnë të përmirësoj aftësitë mia profesionale. Për këtë arsye erdha këtu. Po, sigurisht do të vazhdoj të punoj në të ardhmen, ndoshta edhe 2 ose 3 vite të tjera. Pastaj pasi të mbaroj, ndoshta do të kthehem në vendin tim. Ndoshta, në dashur të Zotit, mund të qëndroj edhe këtu dhe të marr pasaportën shqiptare. Historia e Qitlin Maung është një tjetër shembull i të rinjve të huaj që po zbulojnë Shqipërinë, jo vetëm si një vend për të punuar, por edhe si një hapësirë ku mund të ndërtojnë përvoja dhe të zhvillohen profesionalisht. Me sfida dhe përshtatjen e tij, ai tashmë e konsideron Sarandën një vend ku ndihet mirë dhe ku dëshiron të vazhdojë rrugëtimin e tij. Trashëgimia kulturore dhe folklori bashkuan artistë nga Shqipëria dhe Greqia në Dervician, ku zhvillua edicioni i 3 i festivalit Më çon në fshatin tënd. Rreth 300 këngëtar valltar dhe instrumentistë sollën në skenë traditat, vallet dhe këngët popullore të zonave të ndryshme, duke kthyer sheshin qendror në një festë të kulturës dhe identitetit që promovon vlerat e dropullit dhe të trashëgimisë son shpirtërore.
Sheshi qendror i fshatit Dervician, Konstantinos Mitsotakis, për të tretin vit radhas i kumëzhite nga muzika popullore tradicionale dhe zonave të ndryshme, nga Shqipëria dhe Greqia, si dhe shembullojnë nga veshjet karakteristike të rreth 300 valltarëve, këngëtarëve dhe instrumentistëve, që interpretuan në këtë takim të madh folklorik. Ftesës për të marrë pjesë në edicionin e 3 të festivalit folklorik Moçor në fshatin tim, janë përgjigjur 11 grupe folklorike. 11 grupe të ardhur nga Greqia, grupe që përfaqësojnë folklorin e minoritetit etnik grek, por edhe grupe nga Shqipëria, nga rajone i jugut, nga prefektura e Gjirokastrës. Natyrisht, aktiviteti shoqatës kulturore Dropulli Moçor në fshatin tënd, i mbështetur financiarisht nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit të Shqipërisë dhe në kujdesin e trupit diplomatik të Greqisë dhe vendin tonë, promovon 41 fshatra dhe 3 institute administrative të Dropullit dhe Pogonit. Filluan mblidhen në çdo fshat të Dropullit nga të gjitha zonat dhe nga Shqipëria apo dhe nga Greqia shoqata kulturore dhe kjo na mbështet trashëgimin tonë kulturore në Dropull. Sot ndodhemi në fshatin Dervician, në sheshin Konstantinos Mitsotakis dhe zhvillohet festivali nga shoqata kulturore Dropull. A do të ketë aktivitete të tjera gjatë këtij muaji, por edhe gjatë muajit gusht në fshatra të tjera të Dropullit dhe Pogonit? Gjatë këtij muaji do ketë dhe aktivitete të tjera, po nga fillimi i gushtit fillon pothuajse në çdo fshat të Dropullit që ka aktivitete kulturore. Dhe festat që festojmë neve çdo gusht në bashkinë e Dropullit dhe të Pogonit. Në këtë aktivitet folklorik interpretuan 4 grupe folklorike nga minoriteti etnik grek, ndër të cilët edhe legjendat e këngës polifonike Zonja të Selos. Është një vendiment shumë i lartë për gjithë vendin e tonë, për gjithë Dropullin. Ja vlen sepse këtu vinë edhe grupe nga jashtë shtetit, bëhet një festival shumë i bukur dhe uroj që të vazhdoj çdo vit dhe të ketë dhe grupe sa më shumë. Juve, a do të merrni pjesë në aktivitete të tjera që do të zhvillohen gjatë kolikut dhe gushtit, grupi juaj? Besoj se do marrim pjesë, akoma me kënaqësi të madhe, sepse e duam këngën, e duam vendin ton, i duam të tregojmë historinë e vendit ton. 4 grupe folklorike të minoritetit etnik grek, 7 grupe të ardhur nga zonat e Greqisë, si dhe Asambli Folklorik Libova, krijuan një atmosferë festive dhe vllazërore deri në orët e vona të mbrëmjes. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndame bashkë, miru takofshim.